Liçeni i Treskës, atraksioni i madh i Shkupit, po shndrohet në deponi ilegale të mbeturinave. Kryeministri Mickoski thekson se akciza për dizelin do të ulet për 4 denar për litër. Kreu i opozitës Venko Filipçe thosë se qeveria është vonuar në marrjen e masave. Ministri i Arsimit deklaroi se vërejtjet për ligjin e ri të arsimit të lartë mund të bëhen deri të hënën në mbrëmje. Pesë vende të BE-s po kërkojnë taks për fitimet e papritura nga kompanitë e energjisë për shkak të luftës në Iran. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Liçeni i Treskës, që dikur përbënte një ndër atraksionet më të mëdha të Shkupit, posaçërisht gjatë sezonit të verës, sot ka mbetur një zonë e braktisur, që shërben vetëm për hedhjen e mbeturinave dhe strehimin e kafshëve të pastre. Pavarësisht premtimeve shumë vjeçare që liçeni të kthehet sërish në qendër rekreacioni, deri më tani nuk janë parë përpjekje serioze për një gjë të tillë. Ndërkaq, komuna e Sarajit ka hedhur përgjegjësinë nga vetja. Kjo që shihni pas meje është ajo që dikur konsiderohej si një nga zonat më të frekuentuara për pushim dhe rekreacion për qytetarët, ndërsa tani kjo hapësirë është lënë pas dore dhe nën rënoja. Liçeni i Treskës është tharë jo vetëm nga mungesa e investimeve, por edhe nga mospërgjegjësia. Ky vend turistik që dikur ka grumbulluar shumë njerëz, sot është lënë në harres. Një kontrast krahasuar me kohë më parë kur në një ditë janë shitur me 10 mijëra bileta për të hyrë në këtë kompleks turistik, ku ky liçen, sipas të dhënave zyrtare, e kishte kapacitetin për 10.000 notues, ndërsa tani të vetmit vizitor janë krijesat që e kanë gjetur qetësinë larg zhurmës së dikurshme. Një hapësirë që dikur ishte simboli pushimit dhe argëtimit, liçeni i Treskës, edhe sot për vite me radhë vazhdon të mbetet jashtë vëmendjes. Kujtojmë se liçeni i Treskës u ndërtua me vetë kontributin e banorëve të Shkupit në vitin 1978. Deri në vitin 1990, ky vend ishte atraksion për banorët e Shkupit. Në vitin 1998, për shkak të ndotjes së ujit, në liçen u ndalua larja dhe që prej asaj kohe filloi degradimi i tij. Në vitin 2013, liçeni i Treskës i u dorëzua komunës së Sarajit dhe deri tani të gjithë kryetarët e kësaj komune premtuan se këtë kompleks do ta vendosin përsëri në funksion, se do të ketë investime të mëdha, hotele, restorante dhe se këtij liçeni do t'i kthehet shkëlqimi i dikurshëm, por kjo nuk ndodhi kurrë. Ndërkaq, tani nga komuna e Sarajit thonë se nuk kanë ingerenca për këtë zonë, duke e kaluar përgjegjësinë tek institucionet qendrore, ndërsa kurreshtja për të gjithë mbetet se çfarë po ndodh me këtë zonë dhe a ka shpresë për ringjallje. Pritet që çmimi i dizelit rritet për 7 denar. Këtë paralajmërim ka bërë kryeministri Kristian Mickoski, i cili ka deklaruar se qeveria të dielën do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për këtë çështje. Mickoski ka thënë se në seancën e nesërme pritet që akciza për dizelin të ulet për 4 denar për litër, kurse për benzinën 2 denar për litër. Rritjes së çmimeve të derivateve, qeveria të dielën mban seancë të jashtëzakonshme. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëron se do të ulin akcizat e dizelit për 4 denar dhe 2 denar për benzinën. Kjo buxheti të shtetit, theksoi ai, do t'i kushtojë 10 milion euro. Gjithashtu bëri me dije se do të vazhdojë edhe masa për uljen e TVSH-s për 10% edhe për 2 javët e ardhshme. Според овие калкулации, според цените кои што се движеа во претходната неделя, дизелот требаше да поскапи некаде околу 7 денара, а бензините некаде околу денар и пол до 2. Со утрешната владина седница исполнети се условите да дизелот, односно акцизите ги намалиме за 4 денари по литар, a za benzinit 2 denara po litar, taka është. Po ashtu paralajmëroi ripërtritje të bisedimeve me Oktan, pasi marrëveshja fillestare për ulje të çmimit të derivateve skadon më 6 prill. Kryeministri thotë se po analizojnë situatën për të ndërmarrë edhe masa të tjera. Министерството за финансии анализира сите оние основни прехранбени производи кои што се со 5% да ги намалиме на 0%, да се практично без ДДВ. Министерството за финансии тоа го анализира.
но тоа е премалку споредено со овие поголеми мерки кои што се похолистички пристап споредено со овие што го кажувате. Mickoski paralajmëron rebalans më të hershëm të buxhetit këtë vit që në maj të jetë në seancë qeveritare kurse në qershor në kuvend. Некаде кон крајот на јуни да заврши ребалансот за оваа година и од јули практично да почнеме. Веќе се прават првичните анализи, ќе почнат интервјуата со институциите во мај месец. Очекувам да биде склопен, да помине владина седница и веќе во јуни да се најде во парламент. Така што Ai gjithashtu paralajmëroi se na pret vit I vështirë social, ndërkohë çmimet e reja të derivateve Komisioni Rregullator I Energjetikës do t'i publikojë të hënën. Qeveria është vonuar në marrjen e masave për të zbutur krizën ekonomike dhe financiare. Këtë vlerësim e ka bërë kryetari I LSDM-s Venko Filipçe, I cili thekson se vonesën e ndërmarrjes së masave tashmë e kanë paguar qytetarët. Kryetari I LSDM-s Venko Filipçe vlerëson se qeveria është vonuar në marrjen e masave për të zbutur krizën ekonomike dhe financiare. Ai thotë se masat të cilat I paralajmëroi sot Mickoski janë pjesë e masave të cilat I ka propozuar LSDM-ja më herët. Mirëpo, vonesën e ndërmarrjes së masave u shpreh Filipçe, tashmë e kanë paguar qytetarët. Повторно само дел од мерките до прва ќе ги разгледувале на владина седница. Нема храброст премиерот да признае дека мерките се добри и требаше уште тогаш, кога ги предлагавме, да се имплементираат поради тоа што тогаш тие мерки ќе даде вистински ефект, односно немаше да започне спиралата на покачување на сите цени како резултат на раст на горивата. Kështu ai krahasoi çmimet e disa produkteve bazë para rritjes së çmimeve të derivateve dhe tani. Пред кризата белиот сецкан леп од 500 грама беше 34, сега 47,5 денари во некои маркети. Зејтинот од 77,5 на 110 денари. Јајцата од 220 на 290 денари, брашното од 40 на 52,5 денари, млекото со 3,2% масленост од 67,5 на 82,5 денари. Драстичен раст на цените на зеленчукот и овошјето. Доматите од 130 на 235 денари, домашни јаболка од 45 на 70 денари. Ai shtoi se kriza do të vazhdojë dhe efektet më të këqija tek do të vijnë. Javën e ardhshme pritet të hyjë në procedurë parlamentare ligji I arsimit të lartë. Prandaj Ministria e Arsimit Vesta Janevska ka bërë thirrje që secili që ka vërejtje mund t'i dorëzojë ato deri të hënën në mbrëmje. Vërejtjet e fundit për ligjin për arsim të lartë mund të bëhen deri të hënën në mbrëmje, pasi I njëjti siç njoftoi Ministria e Arsimit Vesta Janevska, do të hyjë në procedurë qeveritare dhe parlamentare. Duke u përgjigjur lidhur me përshtatjen e universiteteve private me ligjin për arsim të lartë, Ministria Janevska zbuloi parregullsi serioze në funksionimin e disa instituteve të arsimit të lartë, të cilat kanë pasur të drejtën të lëshojnë diploma të njohura si në vend ashtu edhe jashtë vendit, duke theksuar se njëri prej tyre ishte I regjistruar si bastore. Значи тој е најбруталниот пример. Shembulli më brutal ishte kur Komisioni I Mashit bëri kontrolle në një institut, I njëjti ishte regjistruar si bastore në pjesën e prapme, ku supozohej të kryente funksionet e tij në 2 karike dhe 2 dyshek. Ne drejtojmë 34 institucione të arsimit të lartë në vend dhe është absolutisht e papranueshme që aktivitetet të tjera të kryhen nën maskën e instituteve. Ministria njoftoi se së fundmi kanë mbyllur 14 institute të ashtu quajtura private që nuk I plotësonin kërkesat ligjore për funksionim. Duke folur për ligjin e ri të arsimit të lartë, kryeministri Christian Mickoski theksoi se ligji I deritanishëm ka qenë katastrofal, I cili e ka shkatëruar direkt arsimin e lartë. Ние И на државните универзитети имавме редовни професори кои што стануваа редовни професори со објавени трудови на научни конференции во кои во уредувачкиот одбор или програмскиот одбор се од 4 земји. Професори. И тоа беше, како да кажам, една катастрофа. И затоа денеска нашиот би рекол, стар универзитет, Свети Кирил и Методи, и според сите параметри најквалитетен, се наоѓа таму некаде околу 2500-то место на Шангајската листа, но и другите мерења кои ги земете ќе видите дека тонеме од година во година тонеме, и тоа е резултат на оној катастрофален закон донесен во 2017-18 година,
би рекол, кој што директно гуништи високото образование во Македонија. Ligji për arsim të lartë kishte vërejtje të shumta nga universitetet dhe profesionistët e fushës, pas çka janë bërë disa ndryshime, të paktën sipas asaj që thon nga ministria. Studentët e drejtësisë po vazhdojnë të kërkojnë mbështetje për protestën që është planifikuar të mbahet pas nesër më 6 prill. Njëri nga organizatorët, Mevlana Ademi, ka dërguar letër mediave, organizatave të shoqërisë civile dhe aktivistëve qytetar, të cilët i ka falendëruar për mbështetjen e deritanishme të kauzës. Ai ka thënë se kjo mbështetje ka qenë thelbësore në ngritjen e kësaj çështje dhe në informimin e drejtë të opinionit publik. Sot më shumë se kurrë, kjo mbështetje na duhet edhe më tej. Studentët e drejtësisë vazhdojnë të përballen me një padrejtësi të vazhdueshme, pa mundësinë për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, një e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe ligj, por e mohuar në praktik prej vitesh, ka shkruar Ademi. Unionet e studentëve kanë thirrur protestë më 6 prill në orën 12:30 në Shkup, duke filluar marshutën nga ura e Gurit. BDI ka kritikuar komunën e Çajirit për marrjen e kredisë në shumë prej 120 milion denarësh. Partia opozitare shqiptare sqaron se në parin nuk janë kundër marrjes së kredive, por thekson se nuk duhet hyrë në borxhe të reja për të shlyer borxhet ekzistuese, të krijuara veçanërisht në periudhën e zgjedhjeve lokale. Një vendim i fundit i Këshillit të Komunës së Çajirit lidhur për huamarrje afatgjat prej 120 milion denarësh me afatkthimi për 10 vjet ku me qëllim shlyerjen e borxheve ekzistuese ka nxitur reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Partia thot se kjo nuk është kredi për zhvillim për projekte, por se kjo është kredi për të mbuluar dështimet e qeverisjes. Imrane Veliu Aliu nga BDI ka theksuar se ky vendim nuk është vetëm i papërgjegjshëm, por edhe i padrejtë. Kushtoi se po merret një kredi 10 vjeçare që do të paguhet nga qytetarët që nuk kanë përfituar asgjë nga këto shpenzime. Kjo është zhvendosje e barës nga politika tek qytetari, nga sot tek e ardhmja, tha Aliu. Mungesa e transparencës është alarmuese, nuk ka listë të detyrimeve që do të shlyhen, nuk ka analizë se si janë krijuar borxhet dhe nuk ka përgjegjësi për ata të cilët i kanë krijuar. Vetëm një fakt mbetet, 120 milion denar borxh pa përgjigje për arsye. Ne nuk jemi kundër huamarrjes si instrument, jemi kundër keqpërdorimit të saj për të mbuluar abuzimet. Aliu tha se Çajiri nuk mund të trajtohet si një ark zgjedhore që zbraset gjatë fushatës dhe të mbushet me kredi pas saj. Ajo njoftoi se kërkojnë publikimin e plotë të çdo detyrimi që do të shlyhet me kredin. Gjithashtu, kërkohet një auditim i pavarur për shpenzimet e periudhës para zgjedhjeve dhe kërkimi i përgjegjësisë për çdo keqpërdorim të mjeteve publike. Ndërkohë, kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti ka shkruar në profilin e tij në Facebook se pranvera në Çajir po vjen me punë, investime dhe ndryshime që shihet çdo ditë në terren. Ndër projektet kryesore që po e transformojnë infrastrukturën lokale janë punimet në rrugën Ferid Murad, ku ndërtimet tashmë shihen në terren. Ky investim i rëndësishëm po jep një pamje të re dhe një funksion më të madh kësaj zone. Me ndërhyrje të plota rikonstruktive, kjo rrugë po shndrohet në një aks modern dhe funksional që u përgjigjet nevojave të qytetarëve dhe ritmit të zhvillimit urban, ka shkruar Mexhiti. Koalicioni Vlen thekson se pas vitesh ngecjeje dhe zvarritjeje interkoneksioni 400 kV mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë tashmë po hyn në fazën e realizimit. Bëhet fjalë për një projekt me peshë strategjike për vendin dhe rajonin që forcon lidhjen mes dy shteteve dhe jep shtysë të re bashkëpunimit energjetik. Ky projekt ka peshë të shumëfisht. Ai forcon sigurinë energjetike, rrit stabilitetin e sistemit të transmetimit dhe hap mundësi të reja për integrim më të thellë në tregun rajonal dhe europian të energjisë. Në të njëjtën kohë, me këtë interkoneksion po mbyllet edhe hallka e fundit energjetike e korridorit 8 pan-evropian, duke i dhënë vendit lidhje më të fortë infrastrukturore dhe energjetike me Shqipërinë. Nuk është rastësi që drejtori i përgjithshëm i SHA-MEPS-os Burim Latifi e cilësoi këtë interkoneksion si urtëbesimi dhe bashkëpunimi mes dy vendeve, si një lidhje energjetike të natyrshme, të domosdoshme dhe largpamëse, thekson koalicioni Vlen.
Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se ditën e nesërme pritet të ketë mod kryesisht me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta deri mesatare. Megjithse moti është duke u zbutur, parashikohet që mund të ketë edhe reshje të izoluara. Në Shkup, moti duket se po mban një ritëm tipik pranveror, gjatë ditës kryesisht me diell, por edhe me vranësira të pjeshme dhe erë nga ana veriore. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se ditën e nesërme pritet të ketë mod kryesisht me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Edhe pse pjesa më e madhe e javës pritet të jetë e qëndrueshme, DPHM thekson se nuk do të mungojnë momentet me reshje të izoluara. Drejtoria thekson se ditën e hënë dhe ditën e martë, moti kryesisht do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare lokale, ku dhe do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga veriu, kurse të mërkurën pritet mod me vranësira të ndryshueshme, me kushte për reshje të dobta lokale shiu. DPHM thosë se nga orët e pasdites do të fryjë erë e përforcuar, ndërsa për gjatë luginës së Vardarit dhe në pjesët lindore her pas her erë e fortë, që në disa vende do të kalojnë mbi 50 km/h. Forcat ajrore të SBA-s kanë humbur të paktën 7 avion në luftën e tyre me Iranin. Siç raporton CNN, rrëzimi i 2 avionëve luftarak amerikan dje brenda një dite në incidente të ndara, përkatësisht një F-15 dhe një A-10, e ka rritur në 7 numrin total të avionëve me ekuipazh të humbur në konflikt me Iranin. Më 2 mars, vetëm disa ditë pas fillimit të luftës, 3 avioni F-15 u rrëzuan gabimisht nga mbrojtja ajrore e Kuvajtit në një incident zjarr miqësor mbi Kuvajt. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se rrëzimi një avioni luftarak amerikan nuk do të ndikojë në negociatat e vazhdueshme me Iranin. Rajoni ka qenë në gatishmëri që kur SBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensiv të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1340 persona deri më tani, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm Ali Khamenei. Teherani është kundër përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordanin, Irakun dhe vendet e gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Spanja, Gjermania, Italia, Austria dhe Portugalia kanë kërkuar zyrtarisht nga Komisioni Evropian të vendosë një taks të koordinuar mbi fitimet e papritura të kompanive të energjisë, duke cituar rritjen e çmimeve të naftës të lidhura me luftën e vazhdueshme në Iran. Zyrtarët e lartë argumentojnë se paqëndrueshmëria në tregjet globale të energjisë ka krijuar shtrembrime që justifikojnë ndërhyrje të menjëhershme në nivel të BE-s. Taksimi propozuar synon të sigurojë që barra financiare e krizës energjetike të mos bjerë vetëm mbi konsumatorët ose financat publike. Ata theksuan gjithashtu nevojën për unitet politik, duke deklaruar se një përgjigje koordinuar europiane do të dërgonte një sinjal të qartë se kompanitë që përfitojnë nga rritjet e çmimeve të lidhura me luftën duhet të ndihmojnë në lehtësimin e barrës ekonomike për qytetarët. Vjosa Osmanit i ka përfunduar mandati 5 vjeçar si presidente e Kosovës, ndërsa detyrën i dorëzon kryetares së kuvendit Albulen Haxhiu. Haxhiu do ta marrë detyrën e ushtruese së presidentit për shkak se kuvendi dështoi ta zgjidhte një president të ri në kohë dhe Osmani nuk e gëzoi mbështetjen e ligjvënësve për një mandat të dytë. Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse presidenti nuk zgjidhet në kohë ose posti mbetet vakant, kryetari i kuvendit emërohet ushtrues detyre për një periudhë jo më të gjatë se 6 muaj, derisa vendi ta zgjedhë një president të ri. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese u dha kohë ligjvënësve deri më 28 prill për ta zgjedhur një president të ri. Nëse ata dështojnë ta bëjnë këtë brenda afatit kushtetues, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, që duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, mirë të takofshim.